tek pjesa e komunave ku jetojnë më shumë të shqiptarët, domethënë ku dominojnë shqiptarët, unë pres që shumica të shkojnë në balotazh. Do thotë pak do të jenë komuna të cilat do të arrijnë, pra kandidat që do të arrijnë ta kryejnë garën këtë diel, do t'i duhet edhe 1 muaj shtet fushat shumicës e tyre për ta fituar garën përfundimisht. Kjo ka të bëjë me divergjencat politike, pra skena politike në shumë komuna është e ndarë më shumë se në 2 pjesë dhe kur ke 3-4 hise politike në vend, vështirë mbrihet shifra për 50% i cila është e domosdoshme për një kandidat të jetë zgjedhur. Dhe këtë do ta shohim, besoj, në shumicën e komunave përfshi Prishtinën. Pra, fushata lokale nuk na zgjat 1 muaj, po do të na zgjat 2 muaj të plota, gati në tërë Kosovën. Kur i bie të bëhen më pas balotazhi, sa kohë duhet të kalojë ylli? Varet edhe nga procesi i numërimit. I numërimit, por supozohet që do të jetë data 9 nëntor, data e raundit të dytë. Bashkë me zgjedhjet tona të pjetshme. Do i kemi së bashku këtë, por ne do t'i kemi edhe një palë qendrore, kështu që do ta kemi këtë vit të historik të zgjedhjeve të shumta në Kosovë, po të zgjidhjeve të pak.